Protestën si e pe, si e shikon Partinë Demokratike, a do arri Partia Demokratike, le të themi, të mobilizojë qytetarët përballë këtij që konsiderohet skandali i jashtëzakonshëm për opozitën. Ore, unë kam bindje, le të më shajnë sa të duan, le të mos bëjnë dakord asnjëri me mua, sa të jetë Sali Berisha aty, Edi Rama do qeveris i qetë. I vetmi person ose e vetmja strukturë që mund t'i prishin Terezin Edi Ramës është SPAK-u. Në mënyrë demokratike a antidemokratike, ne këtu të gjithë kemi rënë dakord që mënyra se si u ndërtua SPAK-u, mënyra se si u vesh nga ana juridike, e bën ata një institucion special dhe jo normal. Dhe si e till, ai do veprojë në mënyrë speciale, sepse unë e Marsidi kemi një 6 vjet që themi, ore, duhet ta shkrini, duhet ta heqin fare neni 42 nga ligji i SPAK-ut. Neni 42 për ata që 42 kush është? SPAK-u, një prokuror i SPAK-u ka të drejtë domethënë të përgjojë edhe gjyqtarin e gjykatës kushtetuese. Çdo gjyqtar. Çdo gjyqtar, kur përgjon gjyqtarin, ne këtu të katër s'na ka llogari fare. Pra, e kuptoni, jemi te një prokurori në mënyrë eksplicite. Duhet ta verifikoj këtë, po te Edgar Hoover, Edgar Hoover përgjonte edhe presidentin amerikan, po Edgar Hoover ishte FBI, më shoku i FBI, pra. Edhe këtë tjetër, Edgar Hoover ishte edhe miku i Frankie Costello, bosit të familjeve mafioze, i cili jepte edhe garat e kuajve kush do fitonte nga kuajt, edhe ky ndihmonte me suport ndaj. Byroja federale, dhe CIA është tjetër gjë nga SPAK-u, më. Byroja federale, domosdoshmërisht ishin prokuror, më. Ishin oficer policie gjyqësore ata, ishin policë ata, ishin agent. Këta janë të veshur me vesturë ligjore, drejtësisë, më zotri. Tani, këta njerëz tani në një shtet normal do konsideroheshin anormal. Nëse kjo që pam sot hapet në çdo qytet të Shqipërisë. Pra, nëse Rama vazhdon të insistoj me faktin që nuk do ta dorëzoj Ballukun, dhe Partia Demokratike arrin që të mobilizojë në çdo qytet pak a shumë ta paralizojë, le të themi, jetën, jo vetëm jetën politike, por edhe jetën normale ta bëjë të vështirë, si e parashikon si skenar këtë. Do të arrijë Partia Demokratike ta bëjë spari, së dyti nëse ja del në ku po shkojmë. Ore, Redi, ëndrat pa lek janë urbur. Se ta ja ndërrosh këtë që këtu nga Velmoshin Konispol do paralizohet vendi, këtu do ketë fryme, bla bla bla, historia të tilla. Ka arsye për ta bërë këtë, po thua? Ka 1001 arsye, po jo për këta njerëz. Jo për të vënë dhe një herë si kryeministër Sali Berishën dhe si ministër të brendshëm Nul Nokën o burr. Qose të jemi te kjo tezë, pra ta heqim këtë qeverisje super të korruptuar dhe të sillim këta 2, 3, 4, 15 njerëz të cilët drejtojnë sot opozitën, që t'i vëmë në krye të shtetit, tha qor për qor e kam në obor. Po unë për të keq kam ato, më kam të keqin aty. Ç'm duhet më një të keq tjetër? Qëse është çështje zgjedhje kjo histori. Kjo është. Tani ti mendon domethënë që këtu duhet të ndodhin kataklizmoja. Jo, unë mendoj që... Kurse unë mendoj domethënë që këtu nuk po ndodh asnjë gjë, thjesht po jepet si puna asaj penicillinës, po jepet feedback sa do pak, fjalë e vërtet, po jepet sa do pak Berishës e leadershipit vetëm. Se këta ta kanë thënë 1 milion herë, kanë vetëm një synim, të mbajnë ekskluzivitetin e opozitarizmit. Dhe këtu nuk ka për të ndodhur, nuk bim bari për të kësaj më, se kanë tharë. Kanë jo sot, jo dje, ka 20 vjet që e kanë thënë, nuk bin një parti tjetër politike. Edhe nëse do del me një kandidat tjetër për kryeministër, fjala vjen. Ti mendon që e pranon Berisha gjë të tillë? Po për Bashkinë e Tiranës e pranoi. Ore, mos, po i ke tani naivin apo burrë tani se po nuk do të kjo gjë më këtu. Jam dakord me këtë gjë. Mirë, le mos je dakord. Ta mbyll unë dhe pastaj mos je dakord. Ja, jam dakord. Këtu do jetë, nëse këtu do bëhet i njëjti skenar siç u bën në Rumani. Pra, skenari rumun, i cili ai SPAK-u rumun, po them unë. Analogu i prokurorisë atij. E shkriu gjithë kastën e vjetër, po të gjithë. I futin burg mo. Me president, me kryeministër, dhe në fund madje edhe kryetare e SPAK-ut shkoi dhe ajo në burg. Dhe ati me bekimin e amerikanëve, nëse do ndodhin kjo, po jam dakord se do dalë një klasë e re politike. Cila do qoftë ajo? Po kjo këtu, për mendimin tim, nuk ndodh. Nëse SPAK fjala vjen në vendimin
merat bërën atë që bëri në Rumani. Pse shikon këtë si... Madje javën e kaluar ka qenë një deklaratë shumë e fortë që e nxorën mediat botërore e Trumpit që tha për Ballkanin Perëndimor, synimi jonë për 2026 është luftë e hapur korrupsionit dhe qeveriet lidhur me korrupsionin. Tani kushdo që ta lexoj këtë, e lexon o zotëri nderuar. Për 2026 për eksplicit për Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se do jetë kështu, dhe unë po them domethënë atëherë që ka një target real për të zbërë politikën e vjetër që ka mbërthyer këtë vend për 30 vite. Nëse nuk është kështu, 45 vjet mbajti me Enver Hoxhën, 45 vjet do mbaj me Edi Ramën. Dhe Sali Berisha sa të ketë jetë, nuk lëviz që aty. Po, ti themi disa argumente. Në fund të ditës, pavarësisht asaj që thot Nardi, edhe unë e kam si testimin, por nuk hyta ata njerëz që jam radikal dhe absolut me opozitën. Pra ne nuk mund të themi në asnjë moment që sa kohë të jetë Berisha në mënyrë kategorike djatha nuk ka asnjë shans. Këtë nuk e themi do, sepse janë një sër faktorësh dhe aktorësh që mund të japin ndikimin e tyre që mund të vijë përsëri Berisha në pushtet. Pra nuk ka në politik vetëm Zoti është absolut, vetëm Perëndia është absolute. Nuk ka në politik gjëra absolute, që sa të jetë kjo nuk bëhet, sa të jetë ai bëhet, sa të jetë. Mua më kujtohet po, mund të vi sa gjasa ka të do, ne flasim për probabilitet. Mua më kujtohet, po jo probabiliteti 40% që ka opozita, 38% nuk është probabilitet me 5%. Dakor? Është 38% probabiliteti. Dhe mos harroni një gjë, në zgjedhjet e kaluara parlamentare, diferenca ka qenë me 100 sa mijë vota, nuk ka qenë diferencë 150.000 vota ka qenë, nuk ka qenë diferencë e frikshme. Flas gjithë kampi opozitar. E qartë. Pra gjithë shporta opozitës me shportën e majorancës nuk kishte një diferencë të frikshme. Pa më 100 sa mijë ka qenë gjithë opozitat. Gjithë opozitat po thotë. Në shumës. Pra që do thotë këtu ka terren. Por diskutimi nuk është vetëm te Zoti Berisha. Diskutimi është vetëm edhe tek qasja që ai ka dhe e gjithë të tjerëve. Tani ne duhet të jemi realistë në një gjë. Sido që të jetë, pavarësisht edhe kritikave që kemi. Partia Demokratike pa Berishën nuk bën dot. Pra edhe sikur të tërhiqet Berisha në këtë moment, ajo është një parti politike e cila do jetë në një agoni shumë më të keqe se sa është me Berishën. Pra, është një parti që provoi Lulzim Bashën 8 vite dhe nuk e bëri dot kryetar. 8 vjet janë shumë, 8 vjet edhe duke i lënë të paktën 50% dorë lirë, se nuk besoj që ka pat më shumë se 50%. Pra 50% dorë të lirë dhe nuk u konsolidua do së kryetar. Ju mendoni që edhe sikur të iki Berisha, edhe sikur të doj, edhe sikur të tërhiqet, pra të vi një figurë re, mundet do t'ja dalin në një vit, në 2 vjet të krijojë një frymë të jashtëzakonshme një gjë. Pra, sido që të jetë, aty duhet një marrëveshje. Pra aty duhet një pakt i madh, i cili Berisha duhet të jetë presidenti nderi, sa kohë që të jetë. Është e pamundur e forcë politike pa Berishën. Ora i ka dhënë dot Berisha shëmbëtyrën e tij. Kjo është pyetja që bëhet avokatit. Ai vet ka një mundësi ta bëj. Pra po duhet të heqë gjithë ata që i ka jesmenat rreth vetes. Tani Berisha këtë nuk e bën. Në momentin që ti heq gjithë jesmenat, i bie ti kësh dhe vetë, ngeltimi i vjetër dhe ngeltimi më keq nga gjithë. Por në fund të ditës ka edhe një problem ora në këtë mes. Ka edhe një problem shumë të madh. Dhe unë këtu e kam me gjithë të rinjtë të Partisë Demokratike, edhe me mikun tim Nardi. Më falë më zotëri, a i ka marrë votat apo jo? Si mund t'i thuash dikuj që merr vota, ikti se duhet vi dikush? Po ikë shumë abstrakte. Si të mos i thot më, a i humbi zgjedhjet Berisha. Jemi duke folur në abstraksion. Organizohu, ja më zotëri, organizohu, largohem më zotëri. Organizohu, më dilë më të Saljani, se kam pa njerë të Saljani. Dilë më organizohu me Saljanin, dilë më synoj vetë. Dilë më bën një grup me dishepuj, bën një grup me njerëz që të ndjekin. Ore foli këto, shiko se ka një gjë. Ti thua tjetrit ik, është gjë më thjesht në botë. Ik, po nuk është diskutimi ik. Diskutimi çfarë bën ti që ta largosh atë njerëz më zotri. Sepse nuk mjafton të bësh kritika. Ora aksioni jot si demokrat, nuk po them rastin konkret. Po kush është deputetët janë të gjithë të rreshtuar, gati 90% janë pro. Këshilli kombëtar janë pro. Kryesia janë 90% pro. Por tani më fal, ai na dëgjon në studio që i themi ne ik, ndërkohë kthen kokën anë tjetër thon gjithë, rri merr dhe ditë nga jetët tona. Tani si mund të iki? Ne nuk i themi. Nuk funksionon kështu. Po Nenin Basha që e ke. Po se tash nuk funksionon kështu. Unë jam kritik ore. Unë jam më shumë kritik se Senati kur është puna. Tani në fund të ditës nuk ka një të ri që të guxojmë, nuk kanë guxim ore. Demokratët kanë frikë.
demokratë e rinj. Mua edhe kjo më shqetëson mua. Ore kanë frikë si do mundësh ti Ramën pa mundur Berishën. Sfida e parë që kanë demokratët e kanë me Berishën, pastaj kanë me Ramën. Tani këta thonë, do mundin Ramën, pastaj do mundin Berishën. Do shkojmë aty. Marsit, i bëra një pyetje shumë interesante. Se fare dakord me ty, po s'më dhat drejtën e fjalës vazhdo. Do të flasim për Zoti Varaku nuk jemi diktaturë. Do të hapësh fjalën se po e kthen diktaturë me një kontinuar. Nuk dua të futemi te debati i brendshëm i Partisë Demokratike. Dua të rritë skenari se me diktaturë. Opozita s'po e kapitalizon dot Marsit. Çfarë po bën aktualisht Sali Berisha dhe çfarë pritet të bëj nëse fjala vjen SPAK vazhdon me goditjen e tij fundore deri në fund, qoftë deri te kryeministri dhe opozita vazhdon të mbetet ajo që është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha do që edhe mishit piqet edhe illi mos digjet, sot që flasim. Pra do që edhe të ketë procedime, po nuk do që t'i bëj SPAK-u. Dhe që të legjitimohet që SPAK-u vepron drejt dhe në zbatimin dhe garantim të ligjit. E ka problem, edhe gjithmonë i ka pas Berisha këto paradokset. Që këte e cilëson skap, pasaj këte i mbështet procedimet penale ndaj bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, vetëm se çfarë ndodh. Kur afrohen Edi Ramës thotë që është Edi Rama, kur t'jeni të bindur nëse kur shkojnë te Edi Rama do thotë që do shkojnë George Soros në bankën e të akuzuarve se nuk është Rama. Siç thotë sot për Belinda Ballukun, siç ka thënë dikur për Jon Velin Arben Ahmetaj, që nga armiq i bënte të njerëz të përdorur, nëse do thotë një gjë për Edi Ramën. Po çfarë do ndodh? E ka pra Alex Soros do thotë, më nuk e ka fajin, nuk ky ka qenë vegël do thotë. Edhe ne nuk naqemi derisa Berisha do thotë SPAK-u shkoi ka Alex Soros. Po çfarë do bëj SPAK-u nëse dy njerëzit më të fuqishëm në Shqipëri, Rama dhe Berisha, do të jenë, le të themi, problemi i SPAK-ut, ky është problemi i shoqërisë shqiptare dhe elitave politike. Po çfarë do të ndodh? Në moment që ti nuk konfiguron dot një elitë politike, dhe dikush është problemi. Problemi është që ata që u prodhuan se elitët politike dolën nga gjiri atyre OJF-ve që prodhuan dhe Ramën. Dakor? Dakor. Themi atë që është e vërtetë tash. Ore si do ja bëjmë Marsit? Dakor jam me ty. SPAK po çon thikën deri në kokë. Është epitaf kur e vjetra ka vdekur dhe e reja nuk ka lindur akoma, qeverisin për binçat. Edhe kjo është thelbi asaj që po ndodh sot. Sot nuk po lind e reja, se e vjetra ka vdekur, nuk është legjitime, nuk qëndron. Rasti Berishës, rasti Flamonogës, rasti Dritan Sheut, mund të jesh deputet, mund të jesh kryetar partie, mund të jesh çfarë dush, nuk qëndron. Marsit, është njësoj se ti jesh, ti jesh fizikisht i shkurtër, i shëndosh e duash luash rolin në një luftare 2 metrosh. Po ta bëj nuk të mirë ai drejt në protestën. Ti mund futesh me mik, mund ta lush, po shkon se filmi. Si e shikon Argita Berishën duke qenë se është një personazh që tashmë ka dalë në skenë në momentin më të vështirë, legjitimohet që ishte kryetare e Partisë Demokratike. Si ishte kjo? E legjitimohet që ti jetë kryetare ashme e Partisë Demokratike. Nëse fjala vjen Berisha negocion. Po unë do isha dakord që vetë shkëlqej Berisha po të bëhet kryetare e partisë, kam atë kundërshtim, Sali Berisha jo. Kam, domethënë jam për çdo që është i ri, por jo zoti Berisha. Dhe unë nuk e shikoj në çudi, edhe po të jetë zonja Argita, edhe po të jetë zoti Shkëlqeni, edhe po të jetë zoti Ervin me që ka qef Arbri, edhe po të jetë tjetër, kushdo që dali mjafton, ta fitoj. Ta marrë dhe suportin e lidës se të vijë. Mund ta bëj këtë negociat Berisha Arbri. Shiko. Unë i qëndroj gjithmonë parimet. Edhe në rast konkret parimin e kam të shenjtë. Po, që do thotë në demokraci është në klapa gjithmonë diktatura e shifrave, e numrave. Që do thotë mirë apo keq, ky është sistemi që ne duam, dhe ky është sistemi që ne duam të shkojmë. Demokraci 100% e pastër, e kulluar, që do thotë nëse në Partinë Demokratike bëhet votimi, një antar, një vot, i pastër, i drejtë, numërohen fletë e votimin, fiton Argita Berisha ta gëzoj. Nëse e meriton Leonard Karaj ta gëzoj, Marsit Gupi ta gëzojnë. Tani më fal, ky është parimi zotri. Por tani dhe të kritikosh dhe mos ndërmarrim asnjë aksion. Këtë kam për ata që janë elita e re në Partinë Demokratike. Do dalim aty. E kemi aty për shkuar, por mos rrim ke kritika. Për mua, thelbi është ky. Nëse demokratët duan Argita Berishën, ta votojnë. Po Argita është non grata, mos harrojmë, ë? Shiko, edhe Berisha ishte non grata kur i kthye dhe nuk pyeti njëri në PD. Tani ne aty këtu pastaj futet pjesa e ne që jemi të paanshëm. A mjafton që një lider i një partie politike të dalë fitues vetëm me votat e borrit të tij? Ne besojmë qartësisht që nuk mjafton. Por hapi i parë i duhet dashuria e demokratëve për të kaluar më pas te dashuria e shqiptarëve.
Avokat, pra çfarë do bëj Sali Berisha në një kohë kur skena është vendosur, le të themi aktorët kanë veshur mantelet e tyre, është domethënë teatri ka nisur. Perdet janë hapur, loja ka filluar. Ra Rama sonte? Rama nuk ra, po legitimiteti këtij kryeministri me këto goditje që u bën spak, bravo. Të mos e themi, është dobësuar, ka rënë shumë. Po, më kujtove Lulin, Manzor e Mallin. Nga sot Edi Rama nuk është më kryeministër. Mirë. Legitimiteti ka rënë. Legitimiteti kur gjithë bashkëpunëtorët. Shiko, ai Luli që ti e kritikon, ka qenë ai që ka marrë rezultatin më të lartë të opozitës në gjithë këto vite, Po ta mbaroj Arbër se po jo pa tani, se duhet të themi disa gjëra. Shifat miku im. Unë radikali. Unë radikali. Ti je armik me Luli, nuk e di pse, po unë ti më bëra armik me gjithë mua burr. Jo, me Berishën po me Berishën nuk je kritik po si armik. Më the që s'jam tani, Je kritik thash armik. Nuk tani çat merrem me temën, çat duhet të them ty? Po mirë se të kemi. Ai doli bëri foltore, unë dola aty dhe i tha zotri, ja kam thënë live. Jo në televizion me qindra me mira, por dhe live në takim i tha zotri, ti do bësh gabimin më të madh nëse kandidon për kryetar PD-je. Tani unë s'do shaj ti me libër shtëpi burr. Po kritik pra. Si kritik mo, i thash duhet kandidosh. Ky është kaq e ka mundsinë. Kritik qytetare. Ata e votuan, shumë mirë me ta mbajnë. Ti thua që do ta votojmë prap, do ta mbajmë prap, le ta mbajnë mo. S'kemi çfarë bëjmë. Nuk e zgjidh dot unë këtë histori. Vjen po doja në pushtet po themi. Po këtë po flas. Tani nëse ne jemi te kulti i ides që neve na duhet me patjetër Berisha, se po vdiq Berisha aty mbaron PD, unë nuk jam me këtë. Sa ti e gjallë duhet Nardi. Pranoja. Sa ti e gjallë, është skot debat sepse i ka dhënë fizionominë e vet. A ka mundësi ta them një fjali pa më ndërprer Po diskutime kemi se diskutim po 13 kemi futur për tani çfarë duhet të ngres zërin që tashu ja. Jo. Mirë, dakor. Teza ime është shumë e thjeshtë, zotëri nderuar. Berisha ka ikur në 2013 në atë kohë, nuk iku asnjë ditë të vetme sepse e ka mbajtur atë parti me hijen e tij duke i qëndruar dhe Lulzim Bashës mbi kokë. Dhe këto janë fakte të qartësuara tashmë, nuk po merremi. Jam dakord. Për mendimin tim, aty sa të jetë Berisha, pra sa të ai të mos dojë që ta lëshoj, aty është e kot që ti të mundohesh të bëhesh si nordik. Këtë mesazh do t'i japi dhe ai, sa ti je mund këtu do negociohet me mua. Po pra. Për që PD të vim pushtet. Jo pra, jo të negocioj, se ti e thua bukur o burr. Nuk negocion Berisha. Berisha i thot dua të çof aty të shputa e këmbës, edhe kaq. Po unë të kam shah me libër shtëpi, s'ka problem, ai erdhi aty ti. Mo ti tani, ai ka thënë Babi Xenit o burr. Babi Xenit, njeriu që i lidhur me Suel Çelën. Sot e ka kryetar të grupit parlamentar. I bëj sherë njëri tjetrit. Po. Agron Gjek Markaj, atia Gjeka i famshëm, se s'më del shpirti me ata, dilte aty dhe thoshte, ja kërkoj Lulin në fillim dorëheqjen, pastaj tha unë thot në një parti. Me kryetar Sali Berisha tha unë më iki nga politika. Jo mirë. Këta janë lëpirësit, llapaxhinti them unë. Më të pështirë politikë që mund të ekzistojmë. Sa ai në jetën e tij mund të bëj çfarë dojë, unë po flas politikisht. Bëjmë një ditë emision këtë, po puna është po pra, po flas Partinë Demokratike. Po pra, po sepse ti ngritet tezën se s'dalin ata, ai ngriti tezën se s'dilni ju. Kush do ngrit dalin më valla? Po jo mos kemi në momentin kur ke llapaxhin të këtij tipi, është e pamundur më të vazhdosh. Jo. Ne po themi si do ta zgjidh Berisha. Nuk e zgjidh mo. E zgjidhja e vetme është kjo. Berisha po pret që duke qëndruar aty Berisha dhe të tjerë bashkë. Prandaj duan domethënë që ata të sfumojnë, jo të sfumojnë, të vrasin edhe një filis të vogël si mund të ishte Saliani apo cili do. Doli Saliani me Ilia Ali Mehmeti me Aulon Kalan, i mori dhe Ali me Ilirin edhe Aulonin i mori ditën tjetër më burr. Le të dalin të dy. Le të dalin dhe Aulonin të dalin më përgjigjëstroj këtë që po them. Po s'është aftësia e tij, është dobësia e këtyre Monardi. E bukur. Jo, more, po është dalë dhe të më thotë mua Auloni që s'e kam bërë. S'e kam takuar Berishën në këtë punë. Këtu e kemi diskutimin. Dhe të thotë që janë pari morën. Redi. Këtu e kemi ndarë. Në diskutim. Është dobësia e tyre, më nuk është forca e këtij. Okej, tani vazhdo. Dakor, po ta kishte mbaruar avokati. Ta kishte mbaruar. Ore nuk janë të dobët. Mos i shaj. Janë realistë. Arbri respekton. Janë realistë. Po është dobësia e tyre, Po more. të lutem më burr tani. Për mua.
o Arber, janë realist më. Po më them, janë realist. Dobësia atyre, jo forcia Berishës. Janë realist o Arber. Më keq akoma. Po për dëgjoj pra, janë realist, se e kuptojnë shumë. Janë idealist. Vazhdo akoma kjo bu. Ore nuk ka heroin më këtu, orti, e jenë Terezit Kokës apo jo më? Ja, unë po them domethënë janë realist sepse kuptojnë që të oborri ati mbretjet aty, ta oborri Shqupit, ose do bëhesh me Berishën, ose ndryshe nuk ke të ardhme fare politike. Këtë e kanë vendosur. Tani çfarë ndodh me PD-n avokatë shpytja, nëse Berisha, le të themi, nuk tërhiqet nga PD-ja dhe s'pak vazhdon. Derisa ta rrëzoj, le të themi, këtë mazhorancë apo ta çoj votë zgjedhje para. Ajo që unë mendoj është këtë. Dhe sikur këtu të ndodhin kataklizmoje që mund të ndodhin me kalimin e viteve. Mund të ndodhin në rast se nuk do projektohet ajo që po projektojnë këta të dy, Berisha dhe Rama. Pra ndryshimin e kushtetutës, ndryshimet e reja kushtetute këtu, domethënë që të tafusin jetën politike në një vazh tjetër, por përkundrejt xhepit të tyre politik. Pra ata do jenë prapa aty. Se na vin kështu këto pjesë të dosjes. Vetëm në 9 muaj ka fituar 30 miliard lekë tendera kompania e zotit Ergyll Sagasi i Solush. Në lemo tani se na lodhe me atë. Berisha ndërkohë kanë zgjerë edhe kantinën e verës. Dhe po të them edhe një tjetër. Ata po presin thjesht domethënë që të jeni aty, në qoftë se do ndodhin, që do iki Rama, qyshtek, ne të jemi aty që të bëjmë dealin tonë, të jemi ne në pushtet. Kurse unë po them që në qoftë se do vi ajo ditë, të siguroj që aty s'ka përqen as Berisha as Rama. Sepse në qoftë se në këtë vend do bëhet një qeveri teknike, atë qeverinë teknike nuk kanë për ta bërë dot këta të dy, për mendimin tim. Ajo do imponohet në mënyrë të dhunshme nga ata të cilët do ta bëjnë. Pra, do ta bëjnë amerikanët, Amerikanët do ta bëjnë kush do. Po pra, ata do futen dhunshëm dhe ti mos prit që ta bëjnë amerikanët dhe do vënë njerëzit e Berishës apo të Ramës aty. Në rast se do ndodhin, po themi. Dakor, avokat. Sepse unë besoj se do ndodhin kjo. Që Agron Sheja i bëri në ambasadën amerikane që postoi edhe ambasada amerikane. Si e lexon? Po ai ishim te ambasada amerikane, edhe miku im i dashur Myslim Urrizi ka bërë disa herë takime aty dhe me shumë kështu siç e ka s'ka bërë njëri. Së fundmi s'ka bërë njëri dhe që ambasada amerikane ta publikoi, ky është fakt. Mund të jetë ashtu si thua ti, mund të jetë pa vlerë fare, por 2 orë përpara se sa Ervin Saliani të bënte foltore, po e quaj unë, takimin në Durrës, 2 orë përpara, ka marrë një telefonat nga ambasada amerikane për gëzuese. Po nuk kanë nxjerrë gjë në Facebook ambasada amerikane në mbështetje të Ervin Salianit. Po, zotin Sheja kanë dalë jo. Për Shejan kanë dalë hapur. Marsit si e shikon, jo, nuk po flas për Shejan. Unë i shkova asaj që thot avokati që nëse skena, le themi e vjetër, po shëmbet. Ata janë thjesht për elitën e re politike, kaq. Edhe Agron Sheja i shërben si mesazh. Janë kundër enturazhit vjetër politik. Po, kaq është atë. I shërben si mesazh apo mund të jetë nesër protagonist i një qeverie teknike. Mund të jetë më dha jo, po nuk është se e shikojnë si diçka që do të forcë që ndryshmë ose që si një forcë politike. Po pse s'majtën Lulzim Bashën këta? Po. O pompuan Lulzim Bashën këta amerikanët ose nuk e di më këtë që kanë punë. Pse s'majtën? I ka drejt, por nuk qëndron vetëm thjesht e pompimi, ata qëndrojnë te mesazhi. Ata janë thjesht vetëm për kaq. Janë për lëvizje elitash politike. Një vend si Shqipëria me demokraci të brishtë, nuk do të burr. Si do ta zgjidhin normalisht se kjo është, shikoj, e gjithë pyetja e madhe kjo është. Ja pas paku pak vazhdon. Po i godet, mund të bie, domethënë mund të dizintegrohet pësë flasin gjenet e reja të Partive Demokratike, siç thotë Itaj, të dalin të flasin kundër kryetarëve që të marrin mbështetje. Ora nuk vjen mbështetje ambasada kur ti thu Berisha është i mirë. Çosa u lën kalea sa guximi dhe Ervin Saliani, bëri faktore posta që zoti Berisha është përgjegjës për humbje do etiki. S'ka pasur guxim ta thotë. Si të vijë të mbështesi ty, thotë, hajt dit ti. Kur ti del dot kundër. Ora çosa nuk ankohem që shefi më trajton keq, nuk vjen avokati tapi procedim. Sa i mundshëm është skenari i zgjidhjes dhunshme që thot avokati një qeverie teknike me emrin e një personazhi që gjitha palët do t'i detyrojë të bien dakord siç kuan 140. Në këtë kontekst, në këtë situatë që jemi, me gjatë që po ndodhin, është i mundshëm si skenar. Është i mundshëm. Që mund të vijë një kryeministër, po, mbi palët ose me negocimin e palëve me negocimin e ndërkombëtarëve. Uroj që mos jetë një si Abdullah Hoti në precedentin ose rastin e Kosovës. Cili do qoftë po e vendosën ata, zari tyre do jetë më, se po lodhesh kot para të historisë. Po varet, se ka njerëz që dinë ta shfrytëzojnë situatën.
Për shembull, Cezari ka qenë marrëveshja me Diskraksit edhe Pompeos. Gjithmonë Altin Dumani si e shikon marrësitë si mundësi? E ka shprehur vetë që nuk mund të jetë. Por ajo histori ndodh vetëm në rast se Spaku do i kërkoj një akuzë Edi Ramës duke qenë kryeminist. Po, nëse e bën, ja po shkon drejt kësaj. Nëse vim te ky skenar. Berisha është non grata. Marbrita do i them ke drejtë kërkoj edhe ndjes pas not kjo. Po nuk do thë ajo më. Arbri përkundër, Arbri paralajmëron që Spaku do t'i hiqen dhëmbët, nuk do ka fshoj më. Jo. Apo jo Arbër, nëse dhe mballte pjekurisë. E kam me ty avokat. Po, si e vjen pjesa e shpërdorimit detyrës që ka kohë diskutohet. Nuk është se them. Po. E kam dëgjuar në çfarë. Ajo gjë e më e rëndësishme më që për tu hequr më. Nëse ajo duhet të hiqet, ajo duhet të ishte hequr. E kam dëgjuar edhe tek demokratët dhe tek socialistët, juristë. A di pse është shpërdorimi i detyrës o Arbër? Po pikërisht për të reatuar prokurorin. Po pikërisht domethënë. Dhe këta duan ose është folur që mund të hiqet. Nuk e di ka. Po pra duhet ta heqin, them dhe unë. Se shpërdorimi i detyrës nuk mund ta çosh ti Belinda Ballukun apo me Milindën për shpërdorim detyre kur ka bër atë që ka bër, teorikisht po flas. Faktoi korrupsionin këtyre njerëzve. Mos më thuaj mua shpërdorim detyre. Këtë po. Më vjen mirë që ti vjen gjithmonë te tezat e mia. E ke çerë kohë 20 minuta po gjithmonë ke probleme shumë të mëdha ti vëlla. Të thash në fillim pra. Probleme të mëdha. Edhe më kundërshtuat. A thash gjë në fillim? Më kundërshtuat. Tani thonë që duhet të hiqet pra. Më dhan të drejtë. Faleminderit. Edhe pse nuk e di kaq mirë siç e di ti teknikisht, parimisht dhe unë jam dakord. Tani unë nuk i rraf gjoksin në burrë që të futem te Facebooku im ta nxjerr kur kam thënë 2016 në këtë gjë. Po mirë, unë s'e kam dëgjuar nga ty. Po mirë pra. Po vazhdo tani. Ti e ke thënë edhe shumë gjëra të mençurat kam dëgjuar. Që kam pas skenari të me qindra herë. Shiko, skenari se Spak nuk ndahet. Unë insistoj, kthehem tek fillimi i bisedës. Vendimi i gjykatës kushtetuese në datën 22. Ajo është garancia, po them, ligjore, se nuk e dim elementet ose faktorët e tjerë që mund të ndodhin, që Rama ligjërisht nuk rrëzohet, që do thotë qose gjykata kushtetuese e quan si precedent të gabuar pezullimin e një ministri, e një kryeministri në detyrë, Rama për mua e mbyll mandatin e tij të katërt i qet, vetëm i qet në sensin ligjor. Po pse ma shpjego pak. Ligjor sepse nuk ka më asnjë lloj mundësie tjetër ata të themi një goditje tjetër edhe më të fortë Spaku. Po nuk ka çka goditje të bëj sepse ai për sa kohë ai vetë është në këmbë, është ndoshta mirë, ai vetë politikisht dhe ligjërisht nuk ka çfarë do të ikë njëri. Shiko, nuk është hera e parë që Ramës i bien oficerët. Nuk është hera e parë, është një lloj shahu që i bie oficeri. Por ai është vetë kryeministri, ka pozicionin meqense për ata që luajnë shah. Në detyrë është hera e parë. Po nuk është si i ka rënë akoma. Në detyrë është hera e parë. Po akoma si ka rënë dhe gjykata kushtetuese, shiko, në një situatë problematike Rama po e kthen ose nuk e dim si do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, po do ta kthej humbjen e një individi në fitore personale. A ka mundësi të japë një kjo është gjithë diskutimi për mua. Përgjigje të futit të luft. Fundit ta mbyllim. Arbër. I dallëdisë njerëzit sonde, po ta shpjegoj një herë mirë ku qëndron problemi i asaj që thua ti. Ma thy. Okej. Gjykata kushtetuese Arbër do shprehret për një pezullim dhe për një interpretim neni. Janë dy gjëra. Pra, pika 1 dhe pika 2. A futet si precedent që nuk mund të ndodhi pra. Po pra, po. Po pra, atë po them. Çfarë do lloj vendimi që të marrin gjykata? Nëse merr favor. Ore, po unë po them çfarë do, më ta le dhe atë favorin. Nëse nuk e di. Ta le dhe favorin. Ajo që po të them unë është, nuk e çbën faktin që për Spakun Belinda Balluku është e fajshme. Më dëgjoj deri në fund. Po se thash ato unë. Jam dakord me ty këtu. Dhe nuk e çbën faktin, pra se ti thej domethënë që nëse fiton këtë Rama, politikisht është i qetë. Po. Atëherë unë po të them ty që nuk ka lidhje kjo histori se si ta fitoj, si ta humbin, se është një çështje për mendimin tim që nuk gjerr pjesën e Belinda Ballukut, domethënë nuk i heq korrupsionin kësaj qeverie. Pra korrupsioni në vetvete për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese nuk do të thotë domethënë që amnistohen gjithë këta. Fare. Ashtu, unë po të them... Jam dakord me këto. Unë po të them që këta zotrinjt, këto zonjat, apo cili do qoftë
që ka futur dorën në xhepet e shqiptarëve dhe do shkojnë para drejtësisë. Dhe duhet të shkojnë. Dhe që kanë hëngur dardha pas ustajit. Duhet të shkojnë. Ashtu. Pra nuk ka lidhje, po të shpjegoj, vendimi i gjykatës kushtetuese. E kisha në tjetër sens, nuk e dëgjove mirë. Po gjithsesi kisha në sensin Redi ma kuptove tesën? Po, e qartë. Politikisht e kam.